373 persona të cilët ka qenë të evidentuar në Agjencionin për Punësim si të papunë kanë arritur të punsojnë nëpërmjet të projektit qeveritar Maqedonia punson. Ky ligj që u soll në prill të këtij viti dhe i njëjti do të zgjasë 1 vit, ndërsa vetëm në regionin e Gostivarit është parapar punësim i 1000 personave. Deri më tani në regionin më të gjerë të Gostivarit, më tepër interesim për të shfrytëzuar beneficionet e kësaj mase kanë shfaqur të rinjtë deri në moshën 35 vjeçare. Në prill të këtij viti, qeveria e Maqedonisë solli një ligj i cili ka për qëllim zbutjen e papunësisë, duke ju mundësuar ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që të punësojnë persona të papunë pa paguar asnjë lloj kontributi për ta. Bëhet fjalë për projektin Maqedonia punson, i cili do të zgjasë 1 vit, ndërsa vetëm në regionin e Gostivarit është parapar të punësohen 1000 persona të papunë. Nga fillimi i implementimit të këtij ligji deri më tani janë punësuar 373 persona, të cilët kanë qenë të evidentuar si të papunë, ndërsa interesim më të madh për ta shfrytzuar këtë mundësi kanë shprehur rinia deri në moshën 35 vjeçare, thot drejtori i Agjencionit për Punësim Hisam Hamzaj. Në Agjencionin për Punësim qendrën e Gostivar me masat aktive dhe ligji që u prodhoi për Maqedonia punson prej 27/4/2015, i cili zgjat 1 vit, deri tash në Agjencionin për Punësim në Gostivar janë punësuar 373 persona, shumica e cilëve janë të moshës rinore deri në moshën 35 vjeçare, të cilët lirohen prej kontributeve 3 vjet. Një pjesë tjetër prej 35 deri 50 dhe 50 deri në moshën 58 vjeçare. Do numri i përgjithshëm deri më 31/8/2015 është 373 persona. Pos kësaj, personat të cilët janë të evidentuar si të papunë deri në moshën 50 vjeçare, si dhe kategori që janë më të rrezikuara dhe më vështirë gjenden në tregun e punës, mund të punësojnë për 60 muaj, duke u liruar nga kontributet pa asnjë kusht, dhe kategoria e fundit janë personat deri në moshën 58 vjeçare, të cilët nëpërmjet të këtij ligji ju mundsohet punësim deri në pensionimin e tyre.